Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Pas protestës së studentëve në Shkup reagoi dhe Ministri i Drejtësisë në Maqedoninë e Veriut. Në një reagim zyrtar të ministrisë thuaj se shpreha e lirë e qëndrimeve dhe nismave përmes tubimeve publike përbën një segment të rëndësishëm të shoqërisë demokratike dhe kontribon në avancimin e dialogut publik. Përmes një komunikate thuhet se me keqardhje konstaton se protesta edhe një herë tregoi përpjekje për manipulim të qytetarëve nga strukturat politike që për më shumë se 2 dekada kanë marrë pjesë drejt për drejt në krijimin e gjendjeve të këqija në sistemin e drejtësisë. Sipas ministrit të drejtësisë, këto veprime hapin dyshime për përpjekje për manipulim publik dhe instrumentalizim përmes nxitjes së çështjeve të ndjeshme, si dhe përdorimit të dukshëm të retorikës etnike për arritjen e qëllimeve afatshkurtra politike. Opozita maqedonase qëndron për krah kërkesave të studentëve shqiptar në Shkup, në cilësinë e antarit të bordit ekzekutiv të LSDM-s. Venko Filipçi tha se mesazhi është i qartë, ligjet ekzistojnë dhe ato duhet të zbatohen në mënyrë të drejtë të barabartë për të gjithë. Kjo nënkupton dhe respektimin e të drejtës legjitime që provimi i jurisprudencës të zhvillohet në gjuhën shqipe. Ne kemi qenë gjithmonë të hapur ndaj qytetarëve në veçanti ndaj studentëve. Besojmë në dialog, në mirë kuptim dhe në politika që garantojnë barazi reale, apelojnë nga LSDM-ja maqedonase. Situata aktuale politike në Republikën e Maqedonisë së Veriut, ndryshimet kushtetuese dhe bashkimi në një parti, koalicionet vlen ishin në thelb të takimit ndërmjet ambasadores së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup, Nicole Varnes, dhe kryetari i televizjes Besa Bilal Kasami. Kasami konfirmoi se me ambasadoren amerikane është diskutuar dhe për politikat e qeverisë që kanë të bëjnë me përmirësimin e jetës së qytetarëve. U hapën edhe temat ku kisha thënë pushtetit qendror apo zhvillimeve në nivel qendror, ku ashtu e informova ambasadoren edhe për zhvillimet brenda vlenit edhe sa i përket zhvillimeve në qeveri për gjithë atë që ka të bëj me përmirësimin e jetës së qytetarëve apo sfidat me cilat ballafaqohemi sot për gjithë çka që ka të bëjë në përditshmërinë tonë. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri i Kosovës treguar optimist për zgjidhjen e çështjes së presidentit të Republikës pas takimit me kryetarin e LDK-s. Albin Kurti vlerësoi se është sfiduese për një parti me 61 mandate deputetësh të garantojë 81 vota për kreun e shtetit. Numri 80-81 nuk është çoku ynë për të ecur përpara, është më shumë se aq. 80-81 duhet të jetë rezultati i mbramë në rastin më të keq. Por jo të jetë synimi ynë maksimalist. Megjithatë, sipas tij, në këtë fazë nuk ka emra konkret dhe nuk është arritur ndonjë marrëveshje. Unë vazhdoj të jem optimist se me takime dhe bisedime të këtilla do të mund të arrijmë një marrëveshje politike, por këtë nuk mund ta them që e kemi sot, veç se atmosfera konstruktive në njërin anë dhe dashamirësia që t'i shmangim zgjedhjet e reja që nuk janë zgjidhje e re në anën tjetër, më bën optimist për këto 3 javët e mbetura që uroj të mos i shfrytëzojmë deri në ditën apo nganjëherë siç po bëhet në institucionet tona orën e fundit. Kurti deklaroi se do të përpiqet që të ketë takim dhe me kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza. Kryetari i LDK-s pas takimit me kryeministrin Albin Kurti konfirmoi se nuk mund të flasë për pozicione dhe për kërkesat që kjo parti ka arritur për marrëveshje me presidentin. Lumir Abdigjiku kërkoi që bisedimet të përqendrohen fillimisht rreth parimeve të procesit. Çdo marrëveshje që siguron forumin domosdoshëm për presidentin e ardhshëm të Republikës Kosovës është e mirëseardhur. Për këtë arsye duhet diskutime me gjitha partitë politike për të pasur siguri, por në të kundërtën çdo marrëveshje që siguron minimumin e votave të nevojshme është e mjaftueshme kushtëshmërisht. Jo, nuk kemi diskutuar ende emra konkret, siç e dini procesi është i nisur, janë 2 kandidatura. LDK-ja vazhdon të besojë që të 3 pozitat nuk mund të takojnë me partia politike. Deklaroi kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.